Mosndoshta nuk është e lehtë t'i kënaqësh të gjithë dhe me gjithçka. Unë e kuptoj shumë mirë që ju mbroni komunitetet tuaja me shumë të drejtë, kërkoni më shumë, por mosndoshta nuk është aq e lehtë sa duket kur e shikon me syt thjesht të përfaqësuesit të shoqatës, por është ndryshe situata kur e shikon nga Kuvendi i Shqipërisë, nga qeveria. Pra mosndoshta është pak e vështirë t'i plotësosh të gjithçka me një tërmë të lapsit. Shiko, nuk është puna që do në... Jo, se kam për ju, e kam në tërësi. Jo, në tërësi, fryma është e këtillë që nuk ka vullnet politik nga gjithë forcat politike. Minoritetet nuk në shikojnë si një urë lidhse me shtetet tona ame, në më thënë që ne mund të japim një kontribut, dhe ne si minoritetet gjithë jemi minoritetet paqëdashës, jemi lojal të këtij shteti, paguajmë taksën në këtë shtet, dhe deri tani nuk kemi marrë asnjë aksion kundër këtij shteti sepse është në fund të fundit adheu i, domethënë këtu kemi lindur, këtu jetojmë dhe duam të mirën këtij vendi, por në fund të fundit duam të ruajmë edhe atë që jemi, domethënë komsinë tonë, gjuhën tonë, dhe nuk është një problem që jo, shumë e drejtë kërkesa juaj, po them mos ndoshta kaq është dhe kapaciteti dhe mundësitë e Shqipërisë. Shpirti dhe për ju. Nuk bëhet fjalë këtu për domethënë që ka kapacitet shteti apo jo. Sigurisht që ka. Vjen tek për shembull një drejta jon që është e drejta arsimimit. Ne në Pustet që nga viti 1945 e kemi atë drejtë. Në bashkinë e Pustetës, në fshatin e Vërnikë, zonën e Devollit, por tani është mbyllur atje shkolla për shkak se kanë ikur njerëzit për shkak të kushtetetës, por në zonën e Gorës, në Gorën të ndikojë apo dhe komuniteti vetë mund ta ruajë traditën. Për shembull atje ku ka kërkesë që se atje janë gjithë maqedonas, ata e flasin jo maqedonsi, por duan të mësojnë dhe të shkruajnë. Për shembull me disa mësues të gjuhës maqedonëse, nuk të futet lënda maqedonëse në procesin arsimor, nuk është një problem për shtetin, një kosto e madhe për ta zënë 5 profesora, domethënë që do paguaj. Pra, thjesht ka pasur vullnet politik nga gjithë qeveritë, domethënë jo vetëm nga kjo qeveri. Thjesht, siç thash, ne domethënë ka qenë një detyrim nga BE-ja dhe edhe legjislacioni për minoritetet ka ecur si ka ecur vendi jon drejt BE-s. Po pse mundon ky vullnet politik? Çfarë nuk shkon? Minoritetet është edhe frika e gjithë partive, sidomos me elektoratin e tyre, si do reagojë elektorati, mos i japim me këtë që thonë ju shumë minoriteteve, domethënë që besoj është kjo që më shumë që ruhen politbërësit. Mesazhi im përpara së të gjitha është që gjithë qeveritë duhet të kenë vëmendjen sidomos në zonat ku jetojnë minoritetet. Unë konkretisht mund të flas për minoritetin tim që është vërtet mund të flasim në drejtën e arsimit, e kulturës, e nuk e gjuhës, por në fund të fundit ata duhet të kenë një jetë më dinjitoze, se në vërtet kushtet si jeton komuniteti maqedonës së Shqipëri në zonat rurale atje janë skandale, domethënë që pa rrugë, pa ujë, pa kanalizime dhe duhet një vëmendje më të madhe nga gjithë qeveritë për përmirësimin e jetës njerë të komuniteteve që jetojnë atje, pastaj të flasim për pjesën e kulturës, traditave dhe të gjuhës. Zoti Seriovski, ju falenderoj.